E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV duke sjellur pranë jush lajmet më të fundit. Do të flasim për Egli Takon. Ju e dini shumë bukur që tashmë është zyrtarizuar moderatori i Big Brother VIP Albania 5, i cili është Ledion Liço. Do me thënë edhe këtë vit Ledionin do ta kemi pjesë të Big Brother VIP Albania. Por pyetja më e madhe që ka ngritur në fakt pesh publikun shqiptar është se çfarë roli do të ketë Egli Tako. Është përfolur lart edhe poshtë që Egli do të jetë me një rol shumë të rëndësishëm në formatin e Big Brotherit këtë vit, do me thënë do të ketë një rol të veçantë, një rol unik në të cilin ajo do të jetë e pranishme tek publiku shqiptar. Pikpyetjet janë shumë të mëdha, hamencimet kanë filluar duke e vënë Eglin në rolin e opinionistes së Big Brotherit, në kuptimin pran Arbër Hajdarit në karikën tjetër, dhe në rolin e moderatores në fan club. Do me thënë kemi dy rrugë ku ne mund ta shohim Eglin. Unë e besoj që Egli do t'jetë pjesë e këtij formacioni, sepse duke njohur strategjinë se si Top Channel funksionon dhe se si Top Channel arrin të merr shikueshmërinë, me patjetër që Egli do të ketë një rol të rëndësishëm dhe me patjetër që Egli do të jetë në qendër të vëmendjes. Pikpyetjet janë shumë të mëdha. Nëse do kishit dashur të merrni mendimin tim, unë me informacionet që kam, e di që Egli do të jetë moderatore në fan club. Do me thënë, nuk do t'jetë opinioniste. Edhe pse dëshira ime e madhe është jetë opinioniste, nga që është më e freskët, e një lojën shumë bukur nga brenda, dhe e di se si ajo të bisedon, dhe e di se si ajo të funksionon me produksionin, edhe me publikun, edhe me moderatorin, por edhe me analistin të cilin e ka në krah. Ndërsa, në anën e moderatores besoj që do të jetë e shkëlqyer sepse do të ketë një rol pak më të vogël, por që të bëjnë fan clubin me shikueshmëri, ju duhet ta kuptoni që edhe televizionet e mëdha në këtë rast luftojnë për klikime, ne sot jemi në një luftë të madhe klikimesh, numrash, shejrash etj. Do me thënë besoj që Egli Tako do të mbetet në këndin e moderatores në fan club, se tani do me thënë moderatori u vendos se kush do të jetë në Big Brother, bëhet fjalë për Ledion Liço, tani presim se kush është moderatorja që në këtë rast do me thënë flitet për Egli Takon. Dua të marr mendimin tuaj si vlerësoni ju këto dy përzgjedhje të produksionit por edhe të shqiptarëve.